Pasi e pam gjithë gjendje që kishte ndodhur, vendos zgjidhje të menjëhershme të kontratës së punës të mësuesit Flamur Pajo për shkak të dhunës së ushtruar ndaj nxënësit në klasën e 7-s. Do të thënë këto ishin masat që morën të menjëhershme. Kemi ftuar këtu dhe babain e fëmijës, kemi bërë me dije çfarë ka ndodhur. Do të thënë këto ishin të gjitha masat që morën në lidhje me këtë lloj problemi. Është një problem i parë dhe ndoshta mësuesi mund të jetë i vjetër në moshë apo i ri nuk ka rëndësi. Për fëmijët ne jemi të gjithë edukues, që gjë e parë që neve duhet bëjmë për shkolla është edukojmë, të inspirojmë dhe jo t'japim dhunë. Në qoftë se nxënësi bën një veprim i cili nuk lejohet në rregulloren e shkollës, atëherë menjëherë lajmërohet mësuesi kujdestar, lajmërohet komisioni disiplinës, komisioni etikës në shkollë, dhe ata mblidhen dhe diskutojnë në rastet kur thuhet shurd apo kur thuhet një fjalë tjetër. Pra ka mekanizma që mirë funksionojnë në shkollë, dhuna nuk justifikohet në asnjë mënyrë. Mësuesit janë model për fëmijët. Ne jemi model. Që në momentin që kur hym tek porta e shkollës në mëngjes në orën 8:20 dhe deri kur mbarojmë, jemi model që në pamjen e parë, jemi model që në çfarë do lloj gjëje që themi dhe për këtë gjë ne paguhemi. Dakor? Dhe ne kur hym në një punë të tillë, jemi gjithmonë parasysh që nga nxënësi mund të provokohesh. Kjo është pjesë e punës tonë. Nga nxënësi mund të dëgjosh fjalën shurt, mund të dëgjosh një fjalë akoma më të rëndë dhe jemi këtu për t'i edukuar, që ajo fjala shurt mos përdoret, jo për të dhunuar. Nuk duhet të rrisim breza që t'jenë të dhunuar.